bashkoheni nesër protestës? Po gjithsesi se shumë bashkëluftarë, shumë bashkëkombës tonë nga Republika e Maqedonisë së Veriut nesër do të udhtojnë mëngjes për Tiranë të bashkohen protestët gjithë kombëtare. Unë vin nga komuna e Sarajt apo prej fshatit Radush këtu ku do të organizohen edhe me autobus vin përveç vetura. Kështu që unë pres ashtu siç ishin në protestën e Prishtinës, shqiptarët nga Maqedonia janë pjesë edhe protestës në Tiranë. Çfarë prisni nesër nga protesta? Ku duhet të shkojë Jehona realisht e një protestë mbarkombëtare që zhvillohet në kryeqytetin e Shqipërisë? Unë që them shumë sinqerisht, unë kam pas reagimet e mia prej momentit të arrestimit të presidentit Thaçi, Kadri Veselit, Recep Selimit, deputatit Haradinajt edhe kështu me them, kam bërë reagimet e mia për shkak se sipas meje atje nuk gjikohet Hashim Thaçi, nuk gjikohet Kadri Veseli apo Jakub Krasniqi, atje gjikohet shteti i Kosovës. Dhe shqiptarët duhet ta shiqojnë prej këtij kandi atë për shkak se botërisht dihet se UÇK-ja bëni një luftë të drejtë dhe shumë të pastër, krerët e UÇK-s u thoqën këtë luftë, ashtu siç duhet, dhe sot fal krerëve të UÇK-s, fal presidentit Thaçi dhe të tjerëve kuptohet, kemi shtetin tonë të pavarur për çka edhe u publikua. Gjithë ato dje me vajza nga mbar hapësira shqiptare duke u bashkëngjitur luftës të UÇK-s. E qartë. Por kam lexuar në shkrimet tuaja në fakt që keni qenë super aktiv gjatë gjithë kohës se luftëtarët apo dhëqësit e UÇK-s po mbahen penga atje në gjykat. Ka devijim nga objekti fillestar për ato të cilët ata u ndaluan fillimisht? Unë e them këtë për aso kohë kur është ngrit akta akuza e Dik Martit. Unë kom qenë në kryetari i kuvendit dhe ne kemi bërë peticion me grupin parlamentar dhe popullatën shqiptare ku në Republikën e Maqedonisë në nënshkrimet që ngjet të sheshi Skënderbeu në Shkup. Them këtë për shkak se atë që u mundu Dik Marti njollos luftën e UÇK-s, njollos shtetin e Kosovës, ishte një çmenduri, edhe atëherë kam thënë këtë. Dhe përsëri se bashkëluftarët tonë luftën e Kosovës, edhe në Maqedoni, jo që kemi pa problem me fashas, kemi pas të lidhim fashat apo plagët e bashkëluftarëve tonë, ne jemi ballafaqur edhe me patjen edhe me municion të pak edhe kështu me radhë. I them këto për shkak se ka qenë çmenduri të ngresh një akt të tillë, siç e bëri Dik Marti. Po përsëri do ta them, shqetësimi im ka qenë ajo se institucionet e Kosovës, shteti i Kosovës është dashur me kohë të reagon për padrejtësitë të cilat filloi që fillim kjo gjykat dhe është duke mbaruar me vendime të padrejta gjatë procesit gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s dhe ndaj krerëve shtetënorë të Kosovës. Kështu që sipas meje as Hashim Thaçi, as Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi e tjerë nuk kanë nevojë për protestat tona. Nuk kanë nevojë për shkak se edhe unë do ta kisha votuar gjykat me vetëm qëllim atë që e tha presidenti Thaçi në gjykatën e Hagës se unë e kam votuar këtë gjykat që ajo njollë zezë që tendon Moskva, Beogradi dhe disa shtete tjera që se kanë pranuar Kosovën, atë njollë të zezë që ngjesin apo të ngel në historinë e vetë shtetit më të ri, kisha thënë në Evropë dhe në Republikës së Kosovës.